Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot, me qenë se kam mbajtur edhe hutben e Bajramit, për Gjuman do të jap një hutbe të shkurtër. Për këtë kam marrë një citim nga Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam, ndaj të cilit duhet kemi gjithmonë vëmendje. Ai thot: lidhjet e një besimtari me botën, sa më të gjera të jenë, aq më shumë bëhen shkak për ngritjen e gradave të tij, sepse qëllimi i tij kryesor është feja dhe besimi. Pra edhe marrëdhëniet me botën bëhen të mira dhe të dobishme vetëm kur synimi i tyre është feja. Pra lidhjet me botën duhet të kenë për qëllim fe. Kjo është shenjë e besimtarit. Bota, pasuria dhe pozita e tij duhet të jenë shërbëtore të fesë. Pra thelbi është që bota të mos bëhet qëllim në vetvete, por në fitimin e saj qëllimi kryesor të jetë feja. Edhe nëse fitojmë botën, synimi duhet të jetë që feja jonë të përmirësohet dhe që ti shërbejmë fesë. Nuk duhet të fitojmë botën përmes rrugëve të gabuara, duke e shkatëruar këtë botë dhe botën tjetër, por duhet ta fitojmë për të rregulluar botën tjetër dhe për të përmirësuar fenë dhe besimin tonë. Mesihu i Islam e shpjegon: botën ose dynjan duhet të fitosh në atë mënyrë që ajo të bëhet shërbëtore e fesë. Ai jep shembullin se si njeriu kur udhëton nga një vend në një tjetër merr me vete mjetin e udhëtimit dhe furnizimet për rrugë. Qëllimi i vërtet i udhëtarit është të arrijë në destinacion, jo vetë mjeti apo furnizimet e rrugës. Të gjitha këto gjëra merren për ta bërë udhëtimin më të lehtë, që njeriu të arrijë rehat në vendin e synuar, jo për të kënaqur me to gjatë rrugës. Në të njëjtën mënyrë, njeriu duhet ta fitojë botën, por duke e konsideruar atë si shërbëtore të fesë. Allahu i Madhrishëm na ka mësuar një lutje: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. O Zoti ynë, na jep të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit. Hazret Mesihu premtuar Islam duke shpjeguar këtë lutje thot: Allahu i Madhrishëm kur na mëson të bëjmë lutjen o Zoti ynë, na jep të mirën në këtë botë dhe të mirën në ahiret, edhe këtu e ka vendosur në fillim botën, por cilën botë? E ka vendosur të parën botën, por pse dhe cilën botë pra? Hasanatun fid dunya, atë botë që bëhet shkak për të mirat e botës tjetër.
një botë e tillë që duke e fituar të përfitosh edhe në botën tjetër. Pra, të kërkosh ato gjëra të kësaj bote që bëjnë shkak për të mirat e botës tjetër e jo ato që bëjnë shkak për turprim në botën tjetër. Sepse nëse njeriu zhytet plotësisht në botë, do të përballet me turprim. Ai thot se nga kjo lutje kuptohet qartë se besimtari duhet të ketë parasysh të mirat e botës tjetër gjatë fitimit të mirave të kësaj bote dhe në fjalën hasanatan fid dunya përfshihen të gjitha mënyrat më të mira dhe të pastra për të fituar botën, të cilat besimtari duhet t'i ndjekë. Botën fito me atë mënyrë që sjell mirësi dhe ndershmëri, jo me mënyra që shkaktojnë dëm për të tjerët, as me mënyra që bëjnë shkak për turp dhe poshtërim në mesin e njerëzve. Vetëm atëherë, padyshim, bota do të bëhet shkak për të mirat e botës tjetër. Pra, fitoni një botë nga e cila jo vetëm ju përfitoni, por përfiton edhe njerëzimi. Mos bëni veprime që bëhen shkak për turp për ju, për familjen tuaj dhe për të afërmit tuaj. Përkundrazi, jeta duhet të jetë e pastër, e mbështetur në mirësi dhe në druajtje ndaj Zotit. Kur jeta është e tillë dhe njeriu përpiqet të fitojë botën me këtë qëllim, atëherë ajo e shpërblen si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Pra, sot kur bota në përgjithësi është zhytur në ndjekjen e qëllimeve dhe të interesave të saj, dhe kur u jepet përparësi interesave personale, nëse shohim kombet, popujt, ata mendojnë vetëm për kombin e tyre, jo për mbar njerëzimin. Duke vepruar kështu, ata po përgatisin vetë shkaqet e shkatërimit të tyre. Në këto rrethana, ne duhet të përqendrohemi që t'i kërkojmë Allahut të Madhërisëm të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Në një kohë të tillë është shumë e nevojshme të shtojmë vëmendjen tonë ndaj kësaj, në mënyrë që të rregullojmë jetën tonë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të ruhemi nga çdo lloj fatkeqësie. Bota po shkon drejt një gremine shkatërimi siç e përmenda edhe më parë. Allahu i Madhërisëm na ruajt prej saj. Allahu na dhënë mundësinë të përmirësojmë veprat tona dhe gjithashtu na dhënë mundësinë të bëjmë lutje në këtë drejtim. Siç u përmend edhe në hutbë pak më parë, Allahu i Madhërisëm na dhënë mundësinë që realisht t'i arrijmë këto të mira dhe na dhënë mundësinë për lutje të mira, më pas edhe na i pranoft ato. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر